Po në këtë rast nuk do të duhet ngrirje gjithë shtetin këmbë, sepse bëhet fjalë për denoncim të një deputete që nuk besoj se është duke gënjur. Po ku ka shtet, ma talësh apo po flet? Po çfarë flasim në atëherë? Po fal, edhe një herë. Ne po i themi popullit që të zgjohemi bashkarisht të gjithë se janë bashkëpërgjegjës, siç janë deputetët socialist, deputetët demokrat, edhe ne si popull, kundrejt kësaj proteste që po bëhet, të zgjohemi të gjithë që të ndërgjegjësojmë popullin që të rikthehet shteti, dinjiteti i shtetit, dinjiteti i njeriut. Këtë gjë kemi për detyrë, se nga 2013 deri më sot janë shkatruar familje, janë kërcënuar njerëz, nuk ekziston shtet ligjor, nuk ekziston shtet institucional me llogaridhënie dhe transparencë. Dhe këtë gjë kemi për detyrë ne, t'i themi popullit që është momenti të rikthejmë dinjitetin tek shteti që ja ka marrë Partia e Punës. Këtë gjë duhet kuptohet qartë. Nuk jemi këtu të përfaqësojmë as median, por as drejtësinë. Jemi këtu t'i themi edhe medias, edhe drejtësisë në nivelin e dur, pra arrite pozicionin tënd edhe profesional që të kuptojmë dhe të mbrojmë institucionet kushtetuese. Këtë kemi për detyrë. Nuk kemi për detyrë ne të themi që as kur të zgjojnë ata nga gjumi. Ne thjesht duhet t'i themi, duhet të jeni në kohë reale, në çdo kohë të ndërgjegjësuar që Shqipëria duhet të ketë institucione të pavarura, të paanshme dhe të lira përsa i përket medias. Në rast se ne themi që këta i kanë shtet, unë po ju them nuk ka shtet. Jetojmë në një autonomi, jetojmë në një veprimtari kaotike, e cila i shërben vetëm në partisë në pushtet. Shumë e thjeshtë, qytetari shikon, po thjesht nuk po reagon në aspektin e rastit të posaçëm, pra rast pas rasti, por ju e shikon në protest se si flasin njerëzit për hallet e tyre. Pra kjo është pasqyra e dështimit të shtetit, e dështimit të pushtetit, e dështimit të gjithë institucioneve, të gjitha hallkave, dhe ne kemi për detyrë t'i ndërgjegjësojmë dhe ashtu siç kemi bërë vazhdimisht, duke thënë të vërtetën dhe pikërisht në shesh nuk janë vetëm ata të cilët u revoltuan për Zvërnecin, po janë edhe ata të cilët na kanë ndjekur vazhdimisht dhe i falenderojmë që i kemi thënë të vërtetën dhe janë ndërgjegjësuar dhe shkojnë në shesh dhe kanë hequr frikën, se kjo është lufta më e madhe. Frika, se ishte instaluar frika në palc dhe këtë gjë rrëzuan djemt dhe vajzë të reja dhe njerëz të cilët kanë dëshirë që Shqipëria të jetë një vend demokratik dhe jo një vend i komunizmit. Avokat, bëhet fjalë se Spaku mund të dërgojë sërish në kuvend kërkesën për të hequr imunitetin Belinda Ballukut dhe më pas për t'i hapur arrestimin ish zëvendës kryeministres. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Ballukun për të shfryrë në një farë mënyrë protestën, siç mund ta mendojë ai? Së pari duhet të keni parasysh diçka. Në rast se shkon kryeprokurori i ri dhe kërkon përsëri heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, këtu kemi të bëjmë me dy intriga brenda llojit SPAK edhe PS. Intriga e parë është që zoti Braho godet zotin Dumani, sepse pikërisht ai do të shkojë në këtë kohë kur populli është në shesh, të frymëzojë sheshin, ta plotësoj sheshin me kërkesa, të bëj një marketing dhe një reklam të fortë të Spaku, që Spaku në të vërtet nuk është i kapur nga Edi Rama, shiko mashtrimin, nuk është i kapur, ai do firmosi atë, supozojmë, kërkesën dhe do shkojë dhe të kërkojë në kuvendin e Shqipërisë. Pra, çfarë bën? Sposton vëmendjen nga kryeministria dhe e çon në kuvend të gjithë debatin. Dhe ai e bën këtë duke goditur Duman në një farë mënyre. Nga ana tjetër, Rama është një moment shumë relaksues, sepse thot momenti më i bukur për të zhdukur Belinda Ballukun nga pengesat e mia është pikërisht që unë përsëri ta mbroj në një farë mënyre, por për shkak të popullit në shesh dhe Spakut si kërkues të një masë sigurive dhe ardhja e ambasadorit amerikan që tani do vi, ngatron të gjithë lojën tek qytetarët shqiptarë.
Të gjithë qytetarët shqiptar jam I bindur që të thojnë Spaku Varri I paanshëm, ambasadori I ri, do bëj luftë, ajo do ta patjetër do futet në burg, por duhet të kemi kujdes diçka që asnjëherë nuk e dim ashtu siç duhet të jetë ngjarja, po rrjedha e çdo lajmi dhe çdo ngjarje duhet të jetë pothuajse e përputhur me njëra tjetrën, sepse në rast se ka devijime, sigurisht që e shkëput të gjithë panoramën që duhet të ketë në saktësi e gjithë ngjarjet që ka ndodhur në momentin kur është kërkuar për herë të parë zonja Balluku për të marrë në pyetje, në momentin e dytë pasi është marrë në pyetje është firmosur deklarata e marrjes së pandehur, në momentin e tretë nga marrja e pandehur të bëj kërkesë Spaku duke kërkuar nga parlamenti heqjen e imunitetit për autorizim, në momentin e katërt kemi gjykatën kushtetuese, në momentin e pestë kemi refuzimin e zotit Rama ndaj saj që mos të lëshohet, sepse ajo është një deputete, të mbarojë drejtësia deri në fund dhe pastaj të vendosë apo jo fajësia apo pa fajësia e saj, por në momentin e 6 është momenti më I vështirë për zotin Rama dhe për zonjën Balluku që duhet të ndahen njëri me tjetrin përgjithmonë dhe secili të gjejë rrugën e tij. Por te kjo rrugë vjen dikush dhe të bëjë ndërmjetësuesin. Dhe në rast se vjen ambasadori brenda muajit korrik, sigurisht që situata për zotin Rama nuk është mirë. Dhe mendoj, dhe jam I mendimit, që kërkesa do vonohet me sa mendoj unë. Pse do vonohet? Sepse në rast se zoti Brau do shkojë të bëjë një kërkesë në kuvent brenda afatit që ne themi vazhdimisht 3 mujorshit, pra I bjen qershor, korrik, gusht, I bjen shtator duhet të dali vendimarrja. Në rast se zoti Brau do shkojë në fund të muajit qershor, atëre kemi të bëjmë që rasti zonjës Balluku do të japi zotit Rama kohë, pra që të rimendoj dhe të rinegocioj mënyrën se si ai do ta përdori dhe kësaj radhe rastin e zonjës Balluku. Por më lejoni t'ju them që në çdo kohë mund të çohet kërkesa, por kjo kërkesë pa një aprovim nga rruga e Elbasanit nuk do të shkojë. Pse them nga rruga e Elbasanit? Sepse pikërisht jemi në rastin kur të gjitha pushtetet po përplasin me njëra tjetrën dhe kam thënë tek ju pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv dhe sidomos pushteti më I madh në vend që është pushteti ekonomik. Dhe prandaj them që rruga e Elbasanit mund të bëjë në fund fare goditjen më të madhe për të bërë një përplasje më të fortë midis pushtetësh. Avokat, me ardhjen e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendi, I cili ka dhe një përvojë ushtarake më parë, është më I disiplinuar, më serioz në raportet e tij diplomatike, dhe a mendoni se do të sillet në këtë mënyrë në Shqipëri, dhe nga ana tjetër me ardhjen e ambasadorit të ri amerikan, a është ky fundi I Edi Ramës në një farë mënyrë I cili po I nxjerr bojën presidentit amerikan Donald Trump me rastin e Zvërnecit, por edhe të ishullit Sazanit, ku është e përfshirë vajza e Trumpit, Ivanka Trump, dhe dhëndri I tij Jared Kushner? Duhet kemi parasysh që rasti I zotit Rama me ambasadorin amerikan do të jetë një dështim, jo në sy të shqiptarëve, po një dështim në raport të asaj që ne themi gjithmonë komunikimeve diplomatike. Sigurisht që ju do të shikoni një ambasador në sy të shqiptarëve që do kënaqet të bëjë takime me të gjithë këta funksionarë shtetëror, duhet ta dini që sigurisht që ai do të bëjë disa takime, në rast se nuk e takon në Ramën publikisht, do të thotë që ka një mesazh të qartë nga Departamenti Amerikan I Shtetit, por edhe nga linja Trump, po është e sigurt që zoti Rama është në një situatë jo mirë, sepse zoti Rama po përpiqet përmes dhëndrit dhe vajzës së Trumpit të tregohet sikur është një person I cili po përpiqet për familjen Trump, kur ndërkohë ju e dini shumë mirë, në vitin 2016 ai ka dalë në një televizion amerikan dhe ka thënë që zoti Trump është njëri I rrezikshëm
në një intervistë zoti Baton Haxhiu ka thënë që përsëri nuk heq fjalë nga deklarimi dhe Trumpi është një person i rrezikshëm. Tani si ka mundësi një person që është i rrezikshëm bëhet një partner i rëndësishëm për zotin Rama dhe Shqipërinë, mbetet për tu parë, por e vërteta është që ambasadori i ri amerikan do t'i tregojë zotit Rama atë që ne themi mesazhin e qartë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për dhe nga familja Trump. Por e vërteta është që familja Trump nuk është përfshirë në aspektin politik, por në aspektin financiar. Rama e përdor këtë gjë për të përfituar, por e vërteta është që ky ambasador do vi të bëjë një lojë tjetër të rëndësishëm që unë mendoj. Do t'i thotë Ramës, këtej, Berishës, andej, ti tjetrit rrugën gjeje vetë, se s'na them unë, dhe në fund fare, ambasadori i ri amerikan fillimisht do duket i sert diplomat, por edhe dashamirës ndaj klasës politike aktuale, me mesazhe që do i godasi, do i lavdroj, do i fërkoj pak në aspektin asaj themi mirësjelljes, por në muajin e parë sigurisht do të shkon një ambasador shumë serioz në punën e tij. Ajo që mua më frikson është muaji i dytë dhe i tretë, sepse aty do kuptojmë në rast se ky ambasador do të ketë pothuajse në detyrën e tij t'i thotë zotit Rama që është momenti i largimit, por largimi nuk do të ndodhi kurrë si në mënyrë publike, do të ndodhi private, pra në rrugë diplomatike, por sigurisht është që ai ambasador mund të i rezervojë Ramës dhe një goditje shumë të rëndë se kaq, por mbetet për të parë se si do të interpretohet goditja dhe se si do bëhet lajmi i fundit për rastin e ambasadorit të ri kundrejt zotit Rama dhe zotit Berisha, sepse do të kenë parasysh që të dy bashkë do të kenë një konflikt me ambasadorin.